Në rastin e mbajtjes së ceremonisë laureatët e boksit kosovar për vitin 2025 organizuar nga Federata e Boksit të Kosovës, e cila u mbajt me 4 shkurt 2026 në Prishtinë, juria profesionale shpalli klubin e boksit Gjakova 137 si klubin më të organizuar dhe më organizativ në gara, si në nivel vendi, ashtu edhe në gara dhe turne ndërkombëtare. Sipas sekretarit të klubit Hasan Deda, ky vlerësim përfaqëson një arritje të madhe. Unë si sekretari i klubit boksit e vlerësoj shumë sepse të llogarit pasivitetit i mbarshëm i boksit kosovar nuk është në nivel, mirë po klubi i boksit Gjakova ka qenë këtë kohën aktiv, o marrë me organizime edhe o shpallë si klubi ma organizativ dhe ma i organizum pranë Federatës Boksit e Kosovës. Njëherët edhe 4 boksierët të klubit basketbollit Gjakova 137 u shpallën laureat të boksit për vitin 2025. Ata janë Diane Lezi, U18 Janus Kastrati, U18 Ketuar Kryeziu, U18 Jozef Rasi, senior, kampioni shumëfisht i Kosovës. Është përbly me një kup dhe me një milionje e cila ka për ne shumë vlerë të madhe. Njëherët edhe laureatët e boksit për 4 bokserëve që jenë nominu aty, kanë qenë junior, kurse Jozef Rasi si kampioni shumëfisht i Kosovës, edhe ajo është shpërbly. Sipas zyrtarëve të klubit, klubi i boksit Gjakova 137 mbetet ndër klubet e vetme në vend që vazhdon të organizojë turne të rëndësishme të boksit në qytetin e Gjakovës, duke kontribuar në zhvillimin dhe promovimin e këtij sporti në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.